edhe do të pranohen si të ligjshme. Shkenca dhe teknologjia. Burimet historike tregojnë se kur u revelua Kurani, shoqëria arabe nuk zotëronte ndonjë teknologji për të kryer kërkime në natyrë dhe gjithësi. Kjo do të thotë se ekziston një hendek i madh mes nivelit të shkencës në kohën tonë dhe në kohën kur jetonte profeti Muhammed. Sidoqoftë, fjalët e profetit tonë parashikojnë shumë përparime teknologjike që do të ndodhin kur fundi i kohërave të jetë afër. Le të njihemi me këto përparime. Në atë kohë njerëzit do të jetojnë më gjatë. Jetëgjatësia mesatare në ditët e sotme është shumë më e lartë se 1400 vjet më parë, kur profeti shprehte këto parashikime. Ekziston gjithashtu një dallim i madh mes fillimit edhe fundit të shekullit të 20. Zhvillimi i shërbimit shëndetësor në saj të përparimit të teknologjisë mjekësore ka mundësuar një përfitim të tillë. Veç kësaj, zhvillimet në shkencën gjenetike edhe përparimi i shpejt i projektit të gjenomit njerëzor po sjellin një epokë tërësisht të re në fushën e shëndetësisë. Këto përparime janë në një shkallë të tillë që njerëzit që jetonin në kohërat e hershme as që mund t'i çonin në përmend. Ora nuk do të vijë, derisa njerëzit të mos zgarojnë me njëri tjetrin në ndërtimin e ndërtesave të larta. Nëse vështrojmë historinë e arkitekturës dhe inxhinierisë, shohim se në fund të shekullit të 19 nisi ndërtimi i ndërtesave shumëkatëshe. Zhvillimi teknologjik, përhapja e çelikut edhe përdorimi i ashensorëve elektrik kanë nxitur ndërtimin e gradaçelave. Ajo që shprehet në fjalën e profetit ka ndodhur në të vërtetë. Njerëzit garuan në ndërtimin e ndërtesave të larta dhe kombet u përpoqën thuajse t'i tregojnë njëri tjetrit se cili është në gjendje të ndërtojë gradaçelat më të larta. Dita e fundit nuk do të vijë derisa koha të ecë shpejt.
Largësi të mëdha do të përshkohen në periudha të shkurtra kohe. Në kohën tonë, avionet supersonik, trenat e shpejta dhe mjetet e tjera janë në gjendje të përshkojnë në pak orë, largësi që më parë kërkonin muaj udhëtim për t'u kapërcyer. Me këto mjete, udhëtimet mund të përballohen edhe më lehtë, në mënyrë më të sigurt edhe më të rehatshme. Shenja e përmendur në fjalët e profetit në këtë mënyrë është shndruar në realitet. Dhe fjalët koha do të kalojë shpejt, mund të shihen nën këtë dritë. Është e qartë se i dërguari i Zotit tha që në fund të kohërave, gjithçka do të ndodhë më shpejt në krahasim me të shkuarën. Në të vërtetë, përparimi i shkencës bën të mundur për të gjithë punët që ato të kryhen në një kohë shumë të shkurtër, edhe me rezultate shumë më të mira. Profeti e shpreh këtë, edhe në një rast tjetër. Ora e fundit nuk do të vijë para se koha të shkurtohet. E viti të bëhet si muaj, muaj si javë, java si ditë, dita si orë, ora si shkëndija e një zjarri. Qindra vjet më parë, komunikimi mes kontinenteve do të kërkonte javë, ndërsa tani ai është çështje sekondash, përmes internetit edhe satelitëve të pajisura me teknologjinë bashkëkohore të komunikimit. Sot miliona libra mund të botohen në një kohë që pak shekuj më parë ishte e nevojshme për të shkruar një libër të vetë. Veprimtari të përditshme si pastrimi, gatimi dhe kujdesi për fëmijët na marrin tani shumë pak kohë me ndihmën e mrekullive të teknologjisë. Kur vështrojmë teknologjinë, njihemi me gjithë zhvillimet e përmendura në fjalët e profetit tonë. Dita e fundit nuk do të vijë, derisa zëri i një njeriu të mos i flas vet atij. Një ndër parashikimet e profetit thekson në këto fjalë zhvillimin e teknologjisë së komunikimit. Që një njeri të dëgjojë zërin e vet, së pari duhet ta regjistrojë dhe pastaj ta dëgjojë atë. Teknologjia e regjistrimit edhe e riprodhimit të zërit janë prodhime të shekullit të 20. Në raste të tjera, profeti ka treguar si vijon për zhvillimin e teknologjisë së komunikimit, që do të ndodhë kur dita e gjykimit të jetë afruar. Një zë do të thras atë në emër, edhe njerëzit në lindje dhe në perëndim do ta dëgjojnë atë. Ky zë do të përhapet në mbar botën edhe çdo komb do ta dëgjojë atë në gjuhën e tij. Një zë nga qielli që secili do ta dëgjojë në gjuhën e tij. Këto fjalë të profetit përmendin një zë që do të dëgjohet në mbar botën në gjuhën e secilit. Është e qartë se ai bën fjalë për radion, televizionin edhe mënyra të tjera të ngjashme të komunikimit. Është një mrekulli e vërtetë që 1400 vjet më parë, profeti tregoi zhvillimet që ishin të papërfytyrueshme qoftë edhe 100 vjet më parë. Çarja e hënës.
Deri tani në këtë film jemi njohur me disa nga shenjat e ditës së gjykimit, që në dritën e fjalëve të profetit Muhammed na janë bërë të njohura të gjithë. Kjo na bën të kuptojmë se koha që po jetojmë nuk është as pak larg nga jashtë quajturi fundi i kohrave. Sidoqoftë, këto fjalë të profetit nuk janë të vetmet që tregojnë për shenjat e ditës së fundit. Shumë vargje nga Kurani flasin gjithashtu për ngjarjet që do të shoqërojnë afrimin e ditës së gjykimit.